Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Festivali 6 i Kabas Muzikare u mbajt në krutje me grupet artistike nga Shqipëria që vijojnë traditën popullore. Vendin e parë e fitoi grupi i Krutjes. Në Krutjet u mbajt për të 6 vit radhazi Festivali Kabas Muzikare, një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë kulturore për zonën. Rreth 100 artistë nga Lushnja, Dimali, Fieri dhe qytete të tjera sollën në skenë meloditë karakteristike të muzikës, duke i dhënë jetë një prej pasurive më të çmuara të muzikës popullore shqiptare. Sipas udhëheqësit artistik të koncertit Albert Kajno, festivali synon ruajtjen e muzikës muzikare si një trashëgimi e vyer, e lënë nga të parët, por edhe përcjelljen e saj tek brezat e rinj. Kemi pas shumë oferta dhe seleksionime kemi pas shumë, po duket që ka një penjim të madh dhe mesazhi i këtij aktiviteti është që të përcjellim traditën tonë muzikare, edhe muzikën tonë muzikare të këtë rinj. Dhe duket që ka interes. Për klarinetistin e njohur që është dhe kryetari jurisë së festivalit Fatos Liçka, Kabaja mbetet një nga format më të veçanta të muzikës popullore shqiptare. Sipas tij, në fillesat e saj, Kabaja ishte një vajtim interpretuar nga mjeshtrit e vjetër, ndërsa sot ajo vjen me një frymë më bashkëkohore, pa humbur identitetin dhe vlerat artistike që e karakterizojnë. Ky festival, themi, zhvillohet për të vënë në pa talentet dhe klarinetistët e vjetër të muzikës, por duke i dhënë një prioritet Kabas, duke i quajtur më tepër një traditë të muzikës, siç kemi klarinetistin e mirënjohur Shifo Kiptiu, që është emblema e Kabas muzikare, edhe ne e kemi ruajtur këtë traditë edhe sot e kësaj dite. Interpretohet Kabaja në vetë është një vajtim nga zërat e vjetër që me sa dim ne si profesionist dhe risillet me një term të ri që quhet Kaba. Festivali u mbështet edhe nga Bashkia e Lushnjës. Kryebashkiakja Eriselda Sefa theksoi se ky aktivitet synon të ruajë dhe promovojë një nga vlerat më të çmuara të trashëgimisë muzikore të muzikës, duke përcjellë atë te brezat e rinj. Fakti që është viti 6 dhe ne të vazhdojmë të ruajmë këtë traditë të bukur, duke zhvilluar çdo vit pikërisht në këtë datë Kaban Muzikare, është pikërisht sepse duam që ta ruajmë këtë traditë të bukur, por patjetër suksesi i saj duket edhe nga një pjesëmarrje që kemi çdo vit akoma më shumë grupe pjesëmarrëse. Këtë vit kemi rreth 8 grupe nga zona e muzikës dhe patjetër që këtë traditë të bukur ne do ta vazhdojmë edhe në vitet më pas, sepse duam që kjo tradita e bukur e Kabas, folku që ne kemi, duke veglat muzikore apo kostumografia që paraqesin gjatë këtij edicioni, patjetër që bën të mundur që ne këtë traditë të bukur ta ruajmë, por patjetër ta përçojmë edhe tek brezat e rinj. Në përfundim të festivalit, juria e përbërë nga Fatos Liçka, Valbona Hekurani dhe Sajmir Bahja ndau çmimet për interpretuesit më të mirë. Çmimi i parë ju dha grupit të Krutjes, i dyti grupit të Semanit në Fier dhe i treti grupit të Dimalit. Edicioni 6 i festivalit të Kabas Muzikare u mbyll mes duartrokitjeve, duke konfirmuar edhe një herë rëndësinë e ruajtjes së kësaj trashëgimie të vyer muzikore shqiptare. Gjykata e Fierit ka caktuar masën arrest me burg për 19 vjeçaren që dhunoi në grup të miturën në Fier. Ndryshojnë masat edhe për 2 vajzat 15 vjeçare. Gjykata e Fierit ka ndryshuar masat e sigurisë për 3 vajzat e përfshira në dhunimin e 17 vjeçares pas zbardhjes së detajeve të reja dhe kthimit të ngjarjes në një çështje me interes publik. Për 19 vjeçaren është caktuar masa arrest me burg pa afat deri në përfundim të hetimeve, ndërsa për 15 vjeçaren gjykata vendosi arrest shtëpie. E mitura tjetër e përfshirë po ashtu në ngjarje është lënë në masën e mjekimit të detyruar, pasi sipas burimeve ka shfaqur probleme të shëndetit mendor, të evidentuara edhe pas dhunimit të nënës së saj. Por dhuna ndaj bashkëmoshatares nuk është e vetmja çështje penale që rëndon mbi 3 adoleshentet. Sipas burimeve hetimore, ato po verifikohen edhe për përfshirje në vepra të tjera penale, mes tyre një skeme dyshuar shantazhi ndaj burrave, të cilët i joshnin përmes rrjeteve sociale dhe i ftonin në hotel. Sipas të dhënave paraprake, pasi personat mbërrinin në dhomë, aty paraqitej një tjetër person që i fotografonte, ndërsa më pas imazhet përdoreshin për t'i kërcënuar dhe shantazhuar.
Në këtë skem dyshohet se ka rënë dhe një punonjës policie, babai 2 fëmijëve, i cili ishte kontaktuar nga një prej 15 vjeçareve. Burimet bëjnë me dije se vajza kishte tentuar ta joshte edhe t'i linte takim në hotel, por policia kishte takuar vetëm në një lokal. Megjithatë, bisedat e shkëmbyera mes tyre dyshohet se janë përdorur më pas për ta intimiduar, me qëllim mbylljen e çështjes penale për rrahjen e 17 vjeçares nën kërcënimin se komunikimet do të publikoheshin online. Për këtë rast, efektivi është përjashtuar nga policia e shtetit, ndërsa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur verifikimet për të sqaruar rrethanat dhe përgjegjësitë. Hetimet vijojnë jo vetëm për zbardhjen e plotë të dhunës ndaj 17 vjeçares, por edhe për aktivitetin e dyshuar kriminal ku mund të jenë përfshirë 3 adoleshentet. Oficerin e policisë, që është i përfshirë në ngjarjen e Fierit, ky nuk është se është evidentuar që ka nxjerrë videon ose e ka bërë publike për media, por pezullimi i tij është urdhëruar për shkelje të standardit dhe të cënimit të rënd të figurës që ka bërë punonjësi i policisë në krye detyrës, pasi ka hyrë në një marrëdhënie të panevojshme me vajzat që kanë kryer këtë veprim të kundërligjshëm ndaj fëmijës tjetër. Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën Rilindja Urbane 2.0. Sipas tij, programi do të ketë një fond prej 1.5 miliard eurosh për projekte të reja zhvillimi. Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën Rilindja 2.0 me energji të re, ide të reja dhe një ambicie edhe më të madhe për Shqipërinë 2030, duke paralajmëruar një fazë të reinvestimesh në zhvillimin urban dhe transformimin e qyteteve në vend. Në qendër të këtij programi, sipas kreut të qeverisë, do të jetë një fond prej 1.5 miliard eurosh për projekte të reja zhvillimi. Gjatë fjalës së tij, Rama tha se vendi po hyn në një etapë të re pas përfundimit të një faze të rëndësishme transformimi urban, duke theksuar se Rilindja Urbane 2.0 synon të ngrejë standarde të reja për komunitetet dhe hapësirat publike. Sipas tij, ndryshimet e deritanishme në infrastrukturë, rrugë, ndriçime dhe mjedise publike kur përmendje dhe shkollat kanë sjellë edhe pritshmëri më të larta për qytetarët. Sipas Ramës, Shqipëria nuk është më një shoqëri e varfër në kuptimin e dikurshëm, edhe pse varfëria mbetet ende pranishme për një pjesë të popullsisë. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Dhe nëse e përmendi kryetarja e bashkisë çështjen e shesheve kryesore. Nëse sheshi kryesor është fytyra e një qyteti, sheshet kryesore të qyteteve tona ishin fytyra e degradimit dhe dorëzimit përpara fatit të çdo qyteti. Edhe të sheshit Skënderbej i asokon. Dhe dalja nga degradimi, rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, shoqëritë e varfra. Ne kemi qenë një shoqëri e varfër, ne nuk jemi më një shoqëri e varfër. Nuk thash që ne nuk kemi varfëri, por nuk jemi më një shoqëri e varfër. Dhe shoqëritë e varfra janë shumë më tolerante ndaj mungesave. Sepse në shoqëritë e varfra dominon mendësia që ka dhe më keq. Ndërkohë që shoqëritë e zhvilluara apo shoqëritë që hynë në një fazë zhvillimi kur gjërat që deri dje dukeshin që nuk ishin pjesë mundshme e jetës bëhen realitet. Lëvizja Shqipëria bëhet çon në gjykatën kushtetuese fondin 4 milion euro për koncertin e Kanye West. Lëvizja Shqipëria bëhet i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar vendimin e qeverisë që parashikon alokimin e 4 milion eurove për koncertin e këngëtarit Kanye West, i planifikuar të mbahet nesër në Tiranë.
Në një dalje për media, drejtuesi i lëvizjes Adriatik Lapaj e cilësoi këtë fond si një padrejtësi dhe një keqpërdorim të parave publike. Ai theksoi se edhe pse opozita dhe lëvizjet qytetare nuk kanë mundësi të ndalojnë menjëherë vendime të tilla, ato do të ndjekin në rrugën ligjore për t'i kundërshtuar. Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat, një kompanie private, është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton në relacionin shpjegues Këshilli i Ministrave nevojën, për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat, dhe nuk justifikon as urgjencën, sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë, që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast Këshilli i Ministrave nuk përcakton përse ka ardhur kjo rritje papritur e kostove. Nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë. Ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro. Gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetësve përpara ligjit në enitet me të kushtetues, sepse i vendos subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen një sër parimesh të tjera të kushtetues tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve, thuhet ky akt hyn në fuqi më njëherë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin në fletorin zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më njëherë, pastaj publikohet në fletorin zyrtare. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa koka hyrë në fuqi më njëherë, në gjykimin ton është i goditshëm më njëherë, sepse fillon prodhon pasoja më njëherë. Në këtë kuptim, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur të humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund ta bëj kthimin e këtyre vlerave të pamundura ose shumë të vështirë për shtetin shqiptar, nëse akti rrëzohet si i papajtueshëm me kushtetutën. Padia në gjykatën kushtetuese synon të vërë në diskutim ligjshmërinë dhe arsyetimin e përdorimit të 4 milion eurove nga buxheti i shtetit për një aktivitet artistik në një kohë kur debati publik mbi prioritetet e shpenzimeve qeveritare mbetet i fortë. Qeveria shkurton fondet për fermerët dhe shton 7.5 miliard lek për fondin shqiptar të zhvillimit. Qeveria ka rishikuar buxhetin e këtij viti duke ulur fondet për zhvillimin rural dhe mbështetjen e fermerëve, ndërsa ka shtuar ndjeshëm financimin për fondin shqiptar të zhvillimit. Sipas ndryshimeve, programi për zhvillimin rural, prodhimin bujqësor, blektoral dhe agroindustrin është reduktuar me 113.7 milion lek ose rreth 1.5 milion euro. Fondi zbret nga 7.69 miliard lek në 7.58 miliard lek, një shkurtim prej 1.5%. Ulja vjen në një kohë kur bujqësia dhe blektoria po shfaqen shenja dobësimi. Sipas të dhënave të Instat, për vitin 2025, prodhimi i grurit ra me 10.1%, patatja me 7.2% dhe pemët frytore me 12.8%. Në rënje janë edhe ullinjt dhe prodhimi në sera. Probleme shfaqen edhe në blektori, ku gjatë vitit 2024 ul numri deleve, dhive dhe derrave, ndërsa ran edhe prodhimi i qumshtit dhe i mishit. Në të njëjtin rishikim, Fondi Shqiptar i Zhvillimit përfiton 7.5 miliard lek shtesë. Buxheti i tij arrin në 32.3 miliard nga 24.8 miliard që ishte planifikuar fillimisht. Pjesa më e madhe e fondeve shtesë shkon për programe zhvillimi që merr 5.5 miliard lek më shumë. Shtesë financimi përfitojnë dhe infrastruktura vendore dhe rajonale, si dhe programi 100 fshatrat. Rishpërndarja e fondeve vjen në një moment të vështirë për fermerët, ndërsa prioriteti i buxhetit duket se po zhvendoset nga mbështetja për prodhimin bujqësor drejt projekteve zhvillimore dhe infrastrukturore. Digitalizohen 4.3 milion kartela pasurie. Agjencia Shtetërore e Kadastrës garanton shërbime më të shpejta dhe më pak burokraci për qytetarët. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka përfunduar digitalizimin e rreth 4.3 milion kartelave të pasurive të paluajtshme në të gjithë Shqipërinë, duke i kaluar të gjitha të dhënat nga regjistrat fizik në një sistem elektronik. Sipas ASHK-s, tashmë të gjitha kartelat administrohen në formë digjitale dhe janë të integruara në sistemin kadastral, duke shënuar një hap të rëndësishëm në modernizimin e administrimit të pronave në vend.
Institucioni thekson se ky investim do të përshpejtojë trajtimin e aplikimeve, do të ulë procedurat manuale dhe do të rrisë efikasitetin administrativ. Çdo kërkesë për pajisje me kartel pasurie do të përpunohet tashmë drejt për drejt në sistemin elektronik, pa qenë e nevojshme konsultimi i regjistrave fizik, çka pritet të ulë kohën e shqyrtimit dhe të minimizojë gabimet në përpunimin e të dhënave. Po ashtu çdo regjistrim apo transakcion mbi pasurinë do të pasqyrohet menjëherë në regjistrin elektronik, duke garantuar më shumë transparencë, gjurmëeshmëri dhe siguri juridike për të drejtat e pronësisë. Sipas ASHK-s, digitalizimi plot i kartelave do të sjellë qytetarëve dhe bizneseve shërbime më të shpejta, akses më të lehtë në dokumentacionin e pronës dhe më shumë mundësi për shërbime të automatizuara përmes portalit e-Albania. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.